i nderuar kryetar Zheljaskov, të nderuar shkëlqësi, të nderuar mediume. Sot kisha takim me kryetarin e Kuvendit Popullor të Republikës së Bullgarisë, kolegu i nderuar Zheljaskov, i cili ka ardhur në vizitë pune në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ndër të tjerat, bashkë do të jemi të pranishëm edhe në hapjen e ekspozitës Trakia e Argjend. Ky është takimi i tretë dhe mundësi për të dërguar bashkë mesazhe për bashkëpunim të përgjithshëm më të madh dhe për gatishmërinë tonë për futjen e rrjedhave të reja në raportet të sjellja politike dhe të fuqisë së mirë. Në kontekst të bashkëpunimit parlamentar, biseduam me kryetarin Zheljaskov për ndërmarrjen e hapave konkrete të bashkëpunimit mes dy dhomave ligjvënëse në të gjitha nivelet, me tema të interesit të ndërsjellë, por kuptohet me fokus në interesin tonë prioritar dhe kjo është bashkëpunimi në drejtim të çështjeve evropiane. E theksova rëndësinë e perspektivës evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si edhe për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Integrimi në Bashkimin Evropian është me rëndësi kryesore, sidomos duke i pasur parasysh gjendjet aktuale politike dhe të sigurisë në rajon dhe rrethanat e ndryshuara gjeopolitike. E informova kryetarin Zheljaskov se është në rrjedh përfundimi i fazës së skriningut të legjislacionit tonë. A jemi edhe në proces të ndryshimit të kushtetutës për çka nevojitet shumica e dytë të tretave. Në drejtim të marrëdhënieve bilaterale u pajtuam se dojmë mos të promovohet retorikë pozitive e cila mund të kontribuojë për ndërtimin e besimit të ndërsjellë për të arritur rezultate që janë konkrete dhe të dukshme për qytetarët. Në këtë kontekst e përshëndes bashkëpunimin e vendosur kulturor mes dy institucioneve kryesore të muzeve nga fusha e arkeologjisë në të dyja vendet, të cilat përmes ekspozitave dhe projekteve e promovojnë ruajtjen e trashëgimisë kulturore, si edhe vlerat e përbashkëta evropiane. Pikërisht, një eveniment i tillë është edhe hapja e solemne e ekspozitës Trakia e Argjend në Muzeun Arkeologjik në Shkup. Mundësitë e bashkëpunimit janë të shumta, kurse ne, si politikanë të zgjedhur dhe përgjegjës, dojmë mos të zotohemi që marrëdhëniet e mira fuqinësore të reflektojnë vlerat të vërteta evropiane, të cilat do të kontribuojnë që Republika e Maqedonisë së Veriut të bëhet sa më shpejt antare e Bashkimit Evropian, sepse nga kjo do të ketë përfitim edhe Republika e Bullgarisë.